Përshëndetje miq, jeni me podcastin më të ri në qytetin tonë. Unë jam Shefkia, nga rrjeti i ambasadorëve të rinj evropian dhe nga këtu në hapësirat e Europe House Rruga, do të takohemi kohë pas kohe për të diskutuar për tema të rëndësishme mbi realitetin tonë, me personazhe të jashtëzakonshëm e me histori inspiruese. Në fakt, ky podcast do të shërbesi një hapësirë ku do të eksplorojmë mundësitë dhe sfidat me të cilat përballen të rinjt, duke sjellur perspektiva të ndryshme, si dhe histori suksesit të cilat do ta na shërbejnë si motivim të gjithëve ne. Dhe për ta filluar këtë seri podcastesh, i ftuari im i parë është një kampion, pra një kampion i vërtet, historia e të cilit mishëron forcën jo vetëm në trup, por dhe në vizion. Ai është një shembull ideal i asaj se kur përkushtimi, puna e palodhshme dhe modestia bëhen bashk, suksesi është i pamohueshëm, pa marrë parasysh se ku jetojnë. Kam kënaqësinë që sot të kem këtu Ilirian Asani. Ilirian, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta, kënaqësia është e imja dhe më vjen mirë domethënë që edhe në qytetin tonë Strugës, domethënë bëjnë këtë lloj podcaste që janë shumë mirë domethënë sidomos për të rinjt. Absolutisht. Unë do të falenderoj që ke gjetur kohë të jesh këtu, për shkak ti e përmenda që je një kampion, por nuk e theksova konkretisht se çfarë. Domethënë, Iliriani është një kampion nacional në bodybuilding. Ai gjithashtu ka përfaqësuar vendin tonë në gara ndërkombëtare, siç është kampionati evropian dhe ai botëror i bodybuilding, ku ka rrëmbyer vende jashtëzakonisht të larta. Ai është pronar i një palestre, në fakt është palestra më e madhe në qytetin e Strugës, është trajner personal dhe është inxhinier. Si arrin ti bësh gjithë këto gjëra? Disi domethënë mundohemi ta sistemojmë në kohën. Dita im fillon nga ora 5:30 e mëngjesit. Ngrihem dhe bëj rutinën time që kam kardion. Pastaj shkoj në punë, filloj në ora 7 deri në ora 3, ku është domethënë aty është edhe profesioni që bëj si inxhinier i mashinerisë. Nga aty mbaroj, shkoj domethënë te puna e dytë, si ta themi. Aty vazhdoj domethënë me pjesën tjetër të ditës deri në ora 9:30, 10 në mbrëmje. Okej. Po më thuaj pak Ilirian, si nisi rrugtimi dhe çfarë ishte inspirimi jon që ti të merresh me bodybuilding? Çfarë të shtyu në këtë drejtim? Në këtë drejtim, si gjithë të rit, pa e periudha e gjimnazit, që fillojnë domethënë merrem me palestër për një trup sa më të bukur. Pastaj periudha e fakultetit, aty pasi diplomova, s'kisha domethënë punë, pse ngjesha punë, edhe fillova më shumë domethënë të kyçem në këtë pjesën këtu. Fillova punë te një palestër tjetër që ishte në Strug me rrok minimale, saqë domethënë mos rri gjithë ditën në shtëpi si ta parazit. Edhe aty domethënë nga klientelet e shumica pyetja si rrugtimin, domethënë si ushtrojnë. Aty interesova më shumë të studioj, duke blerë edhe kurse online. Edhe thash pse mos i testoj te veftja im. Pastaj fillova aty edhe u nisa të përgatitem për garën e parë edhe kështu vazhdoj domethënë nga 3 vite që mirëm domethënë profesionalisht me këtë pjesë. Ma merr mendja që nuk është e lehtë të jesh kampion. Çfarë sakrificash ka një kampion për të mbajtur titullin që ka dhe për të vazhduar përpara? Sakrifica në radhë parë është disiplina, se shumica thonë domethënë do të kesh motivim, po motivimi zgjat një periudhë shumë të shkurtër kohore, pasi nuk ke disiplinë, jo vetëm në sport, po edhe në çdo lloj pune që e bën. Domethënë nuk mund të arrish domethënë sukseset çfarë do lloj drejtimi. Sa kohë ke që merresh me këtë sport, dhe të themi dhe Me këtë sport domethënë që stërvite mund të ketë 10 vite, po profesionalisht domethënë ka 4 vite, domethënë një regjim dhe një disiplinë që çdo ditë domethënë është njësoj. Po duke qenë në një kohë kaq të gjatë në këtë realitet, le të themi, si mendon ti të rinjt këtu tek ne, sa kanë interes dhe dëshirë që të merren me palestër, jo vetëm për të arritur domethënë në majat e një sporti siç është bodybuilding, po thjesht për të qenë të shëndetshëm, sa ka dëshirë, sa ka interes dhe faktikisht cila është arsyeja që i motivon ato më shumë, thjesht për të dukur bukur apo edhe për të qenë të shëndetshëm? Te të rinjt është më shumë kjo pjesa domethënë për të dukur sa më bukur, ndërsa te mosha domethënë ta them pak më e thyer, është domethënë pjesa e shëndetit, pasi mbi moshën 30 vjeçare zakonisht nisin shfaqen probleme ndryshme, si nga bipesha e shumë gjëra tjera. Edhe është domethënë edhe kjo pjesa e shëndetit që shumica e nisin. Po,
Ti për shembull si instruktor, si motivon të rinjt që ta kuptojnë dhe pjesën po rëndësinë e shëndetit tek të ushtruarit, le të themi. Domethënë jo çdo që është te trupi, po në fillim do të ndihesh mirë me veten tënde, psiqikisht, po pastaj edhe fizikisht. Po të kthehemi edhe një herë tek të themi tema tjetër, si kampion, si ndihesh ti kur domethënë Iliriani që i është përkushtuar shumë vetës, ka arritur këtë sukses dhe vi nga Struga që zakonisht në qytete tjera brenda Maqedonisë, po dhe jashtë, etiketohemi si qytet i vogël, si ishte ndjesia ta marrësh vendin e parë në kampionatin e bodybuildingut këtu në Maqedoni dhe më pas ta përfaqësosh vendin tënd në Evropë dhe madje edhe në garat botërore. Çfarë ndjesie të dha kjo? Një ndjesi që s'mund ta përshkrysh me fjalë, veçanërisht domethënë gara e parë që e kam bërë kur shpalla kampion ishte një ndjenjë shumë e mirë. Pastaj aty vazhdoi rrugtimi. Ky vit domethënë që e kalon 2024-shi, ishte viti më i suksesshëm për mua. Pasi fitova 3 gara domethënë këtu në Maqedoni. Pastaj edhe ku uftova nga Federata e Bodybuildingut për të marrë pjesë në garat evropiane, po ashtu edhe në botërore. Ashtu. Po, atje në botëror, si e ndjeve vetën? Çfarë vendesh? Ti e di që je shumë modeste, po ik kësaj pjesës ku tregon vendet dhe çmimet që ke rrëmbyer, po unë dua të na tregosh pak më shumë rreth këtij. Unë domethënë kisha marrë pjesë domethënë këtu më para në Maqedoni, i kisha 2 gara më përpara. Këtu nuk është si sport shumë i njohur edhe nuk kanë shumë mundësi të rinë domethënë as financiarisht edhe domethënë ka shumë disa arsye që nuk mund të kyçen. Që të ndërpris. Kur jemi te e kyçja apo te realisht po të merresh më shumë këtë sport, sa kanë të rinë të përkrahje nga institucionet, qoftë lokale apo dhe shtetërore? Të themi 0 ose -0. Dhe është demotivuese? Është demotivuese se domethënë është sport i shtrenjtë, është sport që kushton shumë edhe në rast se nuk mbështeten nga institucionet edhe nga shteti sidomos, normal domethënë që bie edhe numri i garuzëve çdo vit edhe më pak. Bie edhe konkurenca, besoj. Bie edhe konkurenca, edhe ajo domethënë më ndodhi mua kur shkuam pas garën e parë që kisha evropiane, se këtu ke neve kur shkojmë në garë, gjysmë orë përpara regjistrojmë, pastaj dalim në skenë, atje ishte 4 ditë zgjatë e gara, një ditë para duhet të regjistrojmë. Dhe kur shkuam domethënë regjistrim kishte mbi 1 mjesa vet domethënë nga gjithë Evropa. Kemi pritë rreth 3-4 orë vetëm për të regjistruar. Pastaj ditën tjetër kur dolëm në skenë kemi pritë nga ora 8 e mëngjesit deri në ora 5 mbasdite për të dalë në skenë. Domethënë ishte konkurenca shumë e madhe. Dhe në këto gara cilin vend e rëmbeve? Aty dola vendi i dytë domethënë në garat evropiane. Dhe më pas përfaqësove përsëri Maqedoninë e Veriut në garat botërore. Botërore që u mbajtën në Barcelonë të Spanjës. Dhe aty kishte sa pjesëmarrës? E njëjta, diku edhe më shumë se ishte botërore. Dhe ti dole në vendin e 5, domethënë po isha konsumuar më domethënë se ishin çdo javë gara, domethënë garë mbas gare, ishte kjo gara e 6 edhe trupi ishte i lodhur edhe nuk munda ta paraqes veten tim sa më mirë. Ilian, çfarë të motivon kaq shumë që të vazhdosh me këtë sport, duke qenë se është sport i shtrenjtë, nuk ka përkrahje institucionale, domethënë çdo gjë është mbi supët e tua, çfarë të motivon kaq shumë? Mua më pëlqen kjo që e bëj, domethënë më motivon, tash edhe me palestrën që kam i lidh domethënë të dyja, më pëlqen t'i motivoj të rinjt, sidomos edhe klientelën tim, domethënë po mos i mund një shembull, domethënë në palestër ose edhe në shoqërinë ku jam, domethënë si mundem t'i tregoj dikujt tjetër domethënë që të mirret me këtë sport. Si erdhi te ideja për të hapur një palestër tënde, e cila momentalisht është dhe palestra më e madhe në Strugë dhe është, le të themi, më cool nëse përdorim të gjuhën të rinjve sot për ku të rinjtë të zgjedhin si vendin e tyre të preferuar për të ushtruar. Ideja erdhi, domethënë unë jam pak kështu si tip që kam dëshirë ta sprovoj veten. Para kësaj domethënë kam pas një dyqan shumë të vogël për suplemente. Aty domethënë nuk më eci. Pastaj ishte kjo pjesa e garave që nisa të marrim pjesë edhe neve na duhet domethënë të stërvitemi 2 herë në ditë. Po nga mos mbështetja domethënë e palestrave pronarëve të palestrave të tjera në qytetin e Strugës, domethënë që s'ma jepshin shumë mundësi domethënë që ta përdor palestrën 2 herë në ditë ose 3 herë në ditë. Edhe nga aty pastaj lindi ideja domethënë pse mos hap palestrën time ku mund të ushtroj vetë kur të dua.
Edhe pse mos domethënë të tjerë që kanë nevojë të ushtrojnë ose të dielave që është mbyllur, unë domethënë gjithëve u them lirisht mund të vini kur të keni dëshirë të ushtroni. Tash e tha edhe publikisht, domethënë gjitha audienca që po na dëgjon, e din që Iliriani ofron palestrat e tij për të gjithë ato që duan të ushtrojnë ekstra. Edhe dikush domethënë që nuk ka mundësi dhe ta pagojë, lirisht mund të vijë domethënë pa problem fare që kjo domethënë është mënyra se si ti motivon të rinjt dhe të merren me sport. Sa të punësuar jeni aty te palestra? Aty janë 2 të punësuar, unë punoj vetë domethënë 3, po ashtu është edhe fejuara ime domethënë. Jemi të katërt bashkë, domethënë që e mbajmë. Si është të punosh me të fejuara në një ambient, me që në opinion shpesh ka dilema që nuk është mirë me gruan të punosh në të njëjtin vend? Po ne kemi 2 profesione ndryshme. Unë jam inxhinier i mashinerisë, ajo është domethënë magjistre e arkitekturës, po neve jemi njoftuar domethënë në palestër jemi njoftuar bashkë, edhe rrugtimi jon ka qenë domethënë gati të 2 njëjtë, domethënë nga 5 vite. Aty domethënë kemi shumë gjëra rreth palestrës, i kemi provu te vetja jon. E tash edhe u ndihmojmë edhe klientëve, domethënë që të arrijnë rezultatet e njëjta. E kuptoj, domethënë ju ndërlidhni pasionin, dashurinë, bashkëtesën çdo gjë në një dhe s'ka si të mos jetë e suksesshme ajo që bëni. Ti je i njohur këtu në Struk dhe si trajner apo instruktor privat që i ndihmon të rinjt të transformojnë trupin e tyre. Kam shpesh dëgjoj që flitet me shumë dashuri dhe me shumë respekt nga njerëzit tu. Si arrin ta bësh me sukses punën tënde, pse të duan kaq shumë? Ndoshta pse u jap domethënë një herë në javë të janë ta në ëmbëlsira ose diçka tjetër, ajo ndoshta ka. Po sa ka nevojë në Struk për një sferë të tillë, domethënë tu ofron shërbime transformimi të trupit të rinjve? Kur kam nisur rrugtimin në fillim, domethënë shumica ishin pak skeptikë, e din jo, këtu te neve s'është ai mentalitet. Po tash domethënë që e shohim dita e ditës, njerëzit kanë më shumë nevojë domethënë për trajner domethënë personal. Cilat janë disa nga përfitimet kryesore nga të ushtruarit? Me një fjalë, pse neve edhe ato që nuk e kanë shumë dëshirë sportin, duhet të aktivizohen dhe të shkojnë në palestër, ose nëse jo në palestër, thjesht të dalin një vrapë të liçenit. Unë domethënë edhe me klientë kur bëjmë domethënë që flasim, jo vetëm domethënë s'është patjetër të vish të ushtrosh, thjesht do të jesh aktiv brenda ditës. Se për një shëndet më të mirë, domethënë ke insulinë të trupit më të mirë, je më rezistent, edhe shumë domethënë benefite të tjera në rreth pa lidhje me shëndetin. Pastaj domethënë është te pamja fizike. Pastaj besoj dhe shumë ka të bëjë edhe energjia pozitive që domethënë energji pozitive ke, je më i lumtur, më pak je depresiv brenda ditës, je më aktiv domethënë për prindërit që janë më fëmijë, domethënë do jesh më domethënë me fëmijët e tu do jesh më aktiv. Tash ma hodhe fjalën mua, e di, e kuptova. Unë personalisht jam një person që e dua shumë palestrën, po kur ke fëmijë koha të kufizon shumë. Por mua për shembull eksperienca e fitnessit apo palestrës ishte domethënë nga një ditë e lodhshme e gjatë me punë, ishte ripërtrirje apo ringjallje pasi kisha mbaruar me ushtrimet dhe më mungon shumë. Mezi pres që të filloj të gjej kohë dhe të rifilloj përsëri. Domethënë është shumë e nevojshme që çdo kush të ndaj kohë dhe po të paktën gjysmë ore ose një orë në ditë domethënë të ndaj kohë domethënë për aktivitet fizik brenda ditës, të paktën 3 herë ose 4 herë në javë. Lilian, do të ndryshoj pak temën. Ne jetojmë në një realitet ku të gjithë të rinjt të ardhmen e tyre e shikojnë larg vendit të tyre, larg, sa më larg. Çfarë ishte arsyeja që të motivoi apo të bëri që ti të investosh tek vetja jote, të investosh këtu në vendlindjen tënde? Si se ceka domethënë më parë edhe unë si i ri domethënë kur kam qenë në pjesën në fakultet gjatë asaj periudhës verore, edhe unë kam punu domethënë si kamarier se jemi që qytet turistik, kam punu domethënë 2 punë domethënë edhe ndrimin e parë, ndrimin e dytë kam punu si kamarier. Domethënë para që mesha rrogën, i shfrytëzosha për domethënë për në shkollim. Pastaj si e mbarova fakultetin, shkova në Zvicër, atje domethënë disha kushëri që i kam. Po, tentove të punosh diçka. Tentova të punosh, të kyçem domethënë andej në një mundësi domethënë për t'i bërë dokumentat. Pastaj e mendova më gjatë, domethënë larg familjes, larg shoqërisë. Pse mos ta provoj domethënë te punën që mund ta jap atje, pse mos ta provoj të bëj diçka këtu në vendin tim. Domethënë të rive që duan domethënë të ikin, që e kanë si zgjidhje në të parë, dhe ta provojnë këtu,
dhe punojnë një punë, dy punë domethënë këtu, nëse nuk mund të bëjnë këtu diçka, atëherë ajo është si zgjidhja e dytë, ama jo të jetë si zgjidhja e parë. Absolutisht. Domethënë me një fjalë ai që don të punoj në dy punë, se punon në Perëndim dhe fiton, mundet të njëjtën ta bëj edhe këtu. Shumë Dhe e ti ke vërtetë. një ditë ekstrem të ngarkuar, tha që fillon ditën në ora 5, je në një punë me profesionin tënd me cilin edhe ke diplomuar deri në ora 3 dhe pastaj deri në ora 3 besoj Po dhe deri në ora 3, pastaj aty si mbaroj, shkoj te direkt palestra, vazhdo. aty jam deri në 9:30, pastaj kur shkoj nuk mbaron dita këtu. Se kur shkoj në shtëpi domethënë më duhet një orë ose një orë e gjysmë për ta përgatitur ushqimin, për ta marrë të nesërmen domethënë për me vete. Edhe kjo është domethënë një arsye se të rinjt shumica shkojnë domethënë ose në restorante ose në fast food. Pse kur shkojnë jashtë, domethënë punojnë, pse e marrin domethënë atje ushqimin me vete? Pse Po, se marrin edhe këtu? po. Këtu është Ja, ndryshe është ideja atje jemi në Evropë, domethënë këtu jemi në vendin tonë, këtu është turp të am domethënë me ato plastike, domethënë atje s'është turp. shumë kur shumë modeste, po besoj që të filloj të ndryshoj dhe ky realitet. Po. Më thuaj Lilian, ti si e shikon të ardhmen e bodybuildingut në Maqedoni, po dhe ta zëm konkretisht biznesin tënd, palestrën, të ardhmen e këtij lloj biznesi në një qytet si Struga? Në lidhje me bodybuildingun, pse dua të jem optimist, po fatkeqësisht nuk mund të jem, domethënë se Realiteti të realiteti është pak i hidhur, domethënë viti që çdo vit bëhet edhe më keq, domethënë siç e cekëm më para, që s'ka mbështetje nga institucionet, është sport i shtrenjtë edhe normal që demotivohesh me një fjalë. po sa i përket palestrës? Për palestrën, domethënë kjo hovi që është aty që shumica e të rinjve ikin në qyteti i boshatiset, po me këto domethënë që njerëz që i kemi mundohemi domethënë të bëjmë diçka të Diçka bukur. produktive, diçka të bukur. Lilian, me që të kam këtu, do të shfrytëzoj edhe për disa këshilla që nuk do më ndihmojnë vetëm mua, po besoj të gjithë atyre që po na ndjekin. Më thuaj, cila është dieta ideale për një jetë të shëndetshme? Dieta, unë domethënë nuk s'kam qef ti quaj dietë, domethënë ajo është regjim ushqimor. Okay. Janë ushqime që ti shumica e njerëzve domethënë janë çdo ditë. Fileton e pulës, domethënë orizin, të gjithë janë, vetëm problemi është te sasia. Çdo regjim ushqimor do të përmbajë domethënë proteinat, karbohidratet dhe yndyrnat e shëndetshme. Tashin varësisht domethënë nga personat, ka dikush është mbi peshë, mbi peshë i duhet domethënë më pak kalori, më pak karbohidrate, më shumë yndyrna të shëndetshme, domethënë që në mënyrë mos ti rritet domethënë insulina në trup, të jetë pak më rezistent. Ndërsa për personat që duan domethënë të bëjnë një trup sa më të bukur, ju duhet domethënë proteina në radh parë, karbohidrate dhe yndyrnat e shëndetshme. Dhe ua sugjeru të gjithëve që domethënë të hanë minimum domethënë 3 deri në 5 vakte në ditë. Okej, domethënë për një trup të shëndetshëm nuk vlen ajo ideja që të ham sa më pak, duhet sa më shumë. Edhe domethënë nuk ka domethënë lidhje, shumica që e bëjnë nuk kanë mbas orës 6 ose nuk kanë mbas, ato janë absurde domethënë, ti janë në ora 6, në ora 7 ose në 11 të natës, janë ato kalori. Domethënë nuk ka lidhje kur janë ushqimin, të paktën duhet ta dish sa kalori merr brenda ditës. Tash më shkënjive pak se unë funksionoj me këtë strategji. Ha në ora 6 dhe deri në 6 të mëngjesit ose 7 nuk ha me idenë që të pastrohet trupi. Domethënë kjo nuk është Nuk vlen domethënë ajo pjesë, domethënë sidomos për ato që duan të bëjnë një trup fizik të mirë, nuk vlen. po cilat janë ushqimet që neve duhet t'i fshim nga lista, domethënë që duhet minimalisht ose as pak t'i konsumojmë. Në radh parë janë sheqernat, edhe pije domethënë me gaz. Janë domethënë kalori që çdo person janë kalori kopti nuk ke asnjë benefit, asnjë multivitamin, asnjë mineral, domethënë nuk merr asgjë nga ato. Kur flasim për një jetë të shëndetshme dhe një trup që nuk do të thotë që duhet jetë me çdo kusht fenomenal i bukur, a është i nevojshëm apo i domosdoshëm dhe regjimi ushqimor dhe regjimi fizik ose Të dyja shkojnë bashkë. shkojnë bashkë? Të dyja shkojnë bashkë, domethënë në rast se bën aktivitet fizik, ti ke nevojë për më shumë ushqim. Në rast se nuk bën aktivitet fizik, ke më pak domethënë nevojë për ushqim. Nuk domethënë që ti në rast se nuk merresh me aktivitet fizik, nuk mund të bësh regjim ushqimor, nuk mund të biesh nga pesha. Po mund të biesh domethënë, thjesht duhet të hash më pak. Ato domethënë që nuk mundet
të mbërrinë ose ta marrin gjithë domethënë këto që ka proteinat e shumë tjera nga ushqimi. I kemi domethënë edhe suplementet që janë, që shumica nga ne ose prindërit tanë domethënë mendojnë që janë anabolike ose diçka që bëjnë dëm në trupin ton. Ktu domethënë kanë të bëjnë edhe mjekët domethënë që pak ato që janë më të vjetër që nuk i rekomandojnë domethënë te personat, sidomos ato që kanë mungesë proteinike, mund të marrin në formë të pluhurit, po nuk janë të domosdoshme. Një trup fizik mund të bëhet edhe pa suplemente. Mund të bëhet edhe pa suplemente. Po çfarë thot nutricionizmi konkretisht për këto ide që i kemi shpesh neve njerëzit e thjeshtë të them. Nuk e kam problem sa ha, e kam konstruktin apo fizikun që nuk trashëm. Ato janë vetëm arsye. Vetëm arsye. Unë për vete, domethënë më një mund ta dalloj një njeri edhe domethënë klientët e mi që u hap një regjim ushqimor brenda javës ose domethënë 2 javë që i ka bërë që ushtron me mua, e dalloj domethënë më njëherë nëse e mban regjimin ushqimor ose se mban. Edhe në rast se më thotë që e mbaj ose nuk ka, ajo domethënë te ne është ajo shprehja unë ujë pi, domethënë më bëhet shëndet, po e vërteta është krejt ndryshe. Është krejt ndryshe. Okej. Për ta përmbyllur, me që ishte një bisedë vërtet e këndshme dhe nuk do të kisha dashur ta përmbyll edhe pak, po na duhet ta përmbyllim. Cilat do të ishin 2 këshillat e tua? Të kërkoj 2 këshilla për shkak se siç e përmenda ato në fillim, domethënë historia jote është vërtet një histori motivimi për të gjithë të rinjt, që ndoshta janë të dëshpëruar dhe nuk kanë besim tek vetja dhe tek e ardhmja. Cila është ajo këshilla jote për të motivuar të rinjt për të ecur përpara dhe për të arritur sukses? Dhe e dyta në aspektin sportiv shëndetësor, cila është këshilla jote për të gjithë ato që e kanë ndjekur këtë podcast? Për të rinjt domethënë që duhen të qëndrojnë këtu, në radh parë të shkollohen, ta respektojnë familjen, që është shumë e rëndësishme, edhe pastaj të mundohen të bëjnë diçka këtu në vendin e vet. Normal, domethënë duhet të mundohesh më shumë se jashtë janë kushtet pak më ndryshe, po duhet të mundohen këtu. Në rast se këtu domethënë shokën që nuk shkon, atëherë është një zgjedhje e dytë për të larguar nga vendi. Po në rast se e provojmë gjithë domethënë këtu, besoj që edhe këtu është mirë. Mendoj që ti je shembulli ideale asaj që me shumë punë dhe përkushtim në një mënyrë apo në tjetrën ke për t'ia dalë. Ke për t'ia dalë, siç është ajo shpreha, gjithë nuk mund të bëhen milionera, po të paktën mund ta bësh një jetë modeste, domethënë të jesh pranë familjes. Absolutisht. Po është e rëndësishme jo vetëm aspekti material në gjithçka që e bëjmë, por shkak se neve çdo herë nisemi me këtë idenë aspektit materiale, shumë e rëndësishme të ta shijosh dhe ta gjesh vetën në atë punë që ti e bën. Po, ajo është po edhe tek të rit pak të rrjetet sociale, kanë një rol shumë madh, domethënë mendojnë se çdo gjë që është në rrjetet sociale është reale, po nuk është e vërtetë. Domethënë sa më larg rrjeteve sociale, domethënë jeta është krejt ndryshe. Pajton plotësisht, është me vërtet ka ndryshuar komplet mënyra se si jetojmë dhe funksionojmë. Po çfarë do na thuash diçka apo do të vim patjetër te palestra për t'i marrë këshillat profesionale? Jo, këshillat profesionale. Nuk është patjetër çdo kush domethënë në qytet ose pa marrë parasysh të vijë te palestra ime. Thjesht domethënë le të mirën me sport, çfarë do lloj sporti, të ushqehen shëndetshëm, që të jenë domethënë sa më të shëndetshëm për veten e tyre në radh parë, për familjen edhe për shoqërinë ku jetojnë. Absolutisht, dhe pastaj normal të duken bukur. Lirian, shumë faleminderit që ishe sot me mua, faleminderit që gjetë kohë, duke pas parasysh faktin që punon aq shumë dhe bën aq shumë gjëra, ishte kënaqësi të kem këtu. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte ime. Të dashur miq, me kaq po e përmbyllim për sot, deri në podcastin e ardhshëm, mirëmbëjtje.